Shqipëria dele e përmendur në një nga rreth 3 milion dokumentet e bëra publike së fundmi në kuadër të dosjeve që lidhen me financierin amerikan Jeffrey Epstein. Referencat gjenden në një email të datës 25 maj 2012 të dërguar nga Torbjørn Jagland, në atë kohë sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës. Në mesazhin elektronik, Jagland i përgjigjej një komunikimi të mëparshëm të Epstein, duke i shkruar: "Përshëndetje Jeffrey, jo, nuk e kam telefonuar ende, kam qenë në Tiranë, po shkoj në Jordani, Palestinë dhe Izrael, kthehem të njëjtën." Emaili është bërë pjesë e një bisede ku Epstein e pyeste nëse ai kishte kontaktuar një person të tretë, Barbara Daniels, dhe kërkonte që të njoftohej për një telefonat të mundshme. Sipas arkivave zyrtare, Jagland kishte zhvilluar një vizitë zyrtare në Tiranë me 24 maj 2012, ku u takua me drejtuesit më të lartë të shtetit shqiptar të asaj kohe, përfshirë presidentin Bamir Topi, kryeministrin Sali Berisha dhe ministrin e jashtëm Edmond Haxhinasto. Një ditë më pas ai ka dërguar emailin që tashmë është bërë publik. Deri më tani nuk ka prova publike që të tregojnë për ndonjë veprimtari konkrete apo lidhje për te këtij komunikimi privat. Megjithatë, përfshirja e emrit të Jagland në korrespondencë me Epstein ka tërhequr vëmendje, duke ngritur diskutime mbi natyrën e marrëdhënieve personale që figura të njohura politike dhe institucionale kanë pasur me financierin amerikan. Jeffrey Epstein u përball me vite me radhë me akuza të rënda për shfrytëzim dhe abuzim seksual ndaj vajzave të reja, ndërsa rrethi i tij shoqëror përfshinte emra të njohur nga politika, biznesi dhe arti. Autoritetet amerikane kanë theksuar se përmendja e një personi në dokumente nuk përbën automatikisht provë dhe përfshirje penale, por publikimi i materialeve ka nxitur debat të gjerë publik dhe politik në shumë vende. Rasti mbetet pjesë e analizës së dokumenteve të reja që po dalin në dritë, ndërsa çdo referencë ndaj vendeve apo figurave publike po shqyrtohet në kontekstin e plotë të komunikimeve.